Fitore nëpërmjet Zotit. Fitore nëpërmjet Zotit. Parathënie. Zoti I ndihmoi popullit të Izraelit që të fitojnë ndaj armiqve të tyre. Ne mundemi të mësojmë prej tyre. Kështu që dëgjo CD-n dhe shiko fotografinë e rallës në librin Gjurë të Kaft, kur ti e dëgjon këtë tingull. Fotografia numër 1. Jozeu lufton Amalekitët. Populli I Izraelit nuk kishte tokë në pronësi të vetë. Ata u endën në shkretë të tjerë. Mojsiu ishte udhëheqësi I tyre. Ai e zgjodhi një burr të ri të quajtur Jozeu, që të jetë kapiten I ushtrisë së tij. Amalekitët sulmuan Izraelin. Kështu që Mojsiu I tha Jozeut: "Dil për të luftuar kundër Amalekut. Unë nesër do të jem në majtë të kodrës me shkopin e Perëndis në dorë." Derisa Mojsiu e bante shkopin e Zotit lart, Jozeu dhe Izraelitët ishin në gjendje të fitojshin Amalekitët. Mirëpo duart e Mojsiut u lodhën dhe ai nuk mujke me bajt lart te Zoti. Atëherë Amalekitët filluan të fitojnë betejën. Kështu që dy burra mbajtën duart e Mojsiut lart deri në mbrëmje. Dhe Zoti ndihmoi Jozeun që të fiton ndaj Amalekitëve. Fotografia numër 2. 12 zbuluesit me frytet nga vendi I Kananit. Zoti premtoi Izraelit se do të jep vendin e Kananit. Kështu që Mojsiu e dërgoi 12 zbulues që të shohin si është vendi. Pas 40 ditëve ata u kthyen dhe treguan se çka kanë parë atje. Jozeu dhe Kalebi prunën raport të mirë. Ata thanë: "Aty me të vërtet rrjedh qumsht dhe mjalt, është vend I pasur dhe I pjellor. Ja, këto janë frytet e tij. Popull që jetojnë aty janë të fuqishëm. Megjithatë, mos u friksoni nga ata popull. Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do të na jap neve." Mirëpo zbuluesit të tjerë prunën raport të keq negativ. Ata thanë se njerëzit e Kananit ishin si gjigant. Ata I bërën popullin e Izraelit të friksuar për të hyrë në vendin e Kananit. Kështu që Zoti u hidhrua me ata sepse nuk I besuan atij. Dhe ai I ktheu prapa në shkretë të tjerë për 40 vite tjera. Të gjithë izraelitët që nuk besuan Zotit diqën në shkretë të tjerë. Fotografia numër 3. Populli I Izraelit kalon përmes lumit. Pas vdekjes së Mojsiut, Jozeu u bë udhëheqësi I Izraelit. Pastaj Zoti I tha Jozeut: "Tani qohu, kalo lumin Jordan, ti dhe gjithë ky popull, dhe shko në atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit." Zoti I tregoi Jozeut çka të bën. Priftrit e Izraelit mbanin sandukin e veçantë të quajtur Arka e Beslidhjes. Arka përbante ligjet e Zotit të shkruara në pllaka të gurit. Zoti tha që të marrin Arkën e Beslidhjes dhe të hyjnë në lum. Lumi ishte I thellë, mirëpo në momentin kur këmbët e priftrinëve që transportonin Arkën u zhytën në ujrat e lumit, ujrat që zbrisnin nga sipër u ndalën dhe u ngritën dhe shtrati I lumit u tha: "Priftrit u ndalën në mes të Jordanit, ndërsa tër Izraeli kaloi në të thatë te vendi I Kananit." Fotografia numër 4. Muret e Jerikos rrëzohen. Populli I Izraelit kampuan në Kanan afër qytetit të quajtur Jeriko. Pastaj Zoti
i tha Jozeut, unë të kam dhënë në dorë Jerikon, marsho rreth qytetit me gjithë ushtrin tënde për 6 ditë. 7 priftërit do të çojnë arkën e Zotit, 7 bori prej blirit të dashit. Ditën e 7 do të silleni rreth qytetit 7 herë dhe priftërit do të bien borive. Atëherë tërë populli do të bëjë një ulurim të madhe. Muret e qytetit do të shemben dhe populli do të ngjitet gjithkush drejt përpara. Kështu Jozeu dhe populli bën atë që Zoti kishte urdhëruar. Muret e Jerikos u shembën dhe Izraeli pushtoi qytetin. Zoti i tha Izraelit që nuk guxojnë me marr asnjë plaçk me veti. Fotografia numër 5. Izraeli ik prej Ait. Ai ishte një qytet tjetër i armikut afër Jerikos. Jozeu është dashur me pushtu edhe këtë po ashtu. Kështu që ai dërgoi vëzhgues që të hulumtojnë qytetin. Vëzhguesit u kthyen dhe thanë, mos e dërgo tërë popullin me luftu kundër Ait, sepse ata të Ait janë pak në numër. Kështu që Jozeu dërgoi një grup të vogël ushtarësh për me pushtu Ain. Mirpo, njerëzit e Ait e mundën ata të Izraelit. Disa prej Izraelitëve u mbytën, të tjerët ikën për me shpëtu jetrat e tyre. Pastaj Jozeu ra përmbys para Zotit, por Zoti tha, Izraeli ka mëkatuar, kanë vjedhur dhe kanë gënjur, kështu që ata nuk munden me qëndru para armiqve të tyre. Fotografia numër 6. Gjykimi i Akanit. Jozeu i mblodhi gjithë popullin e Izraelit përpara Zotit. Zoti i tregoi Jozeut se ishte Akani i cili kishte mëkatuar kundër Zotit. Jozeu i tha Akanit, më trego çka ki bërë. Dhe Akani tha, është e vërtet, unë kam mëkatuar para Zotit. Unë pash midis plaçkës një mantel, argjend dhe ari. I mora ata. Një njeri i gjeti ato gjëra që Akani kishte vjedhur dhe ishin të fshehur në çadrën e tij. Atëherë Akani u vra, ashtu siç Zoti kishte urdhëruar. Hidhrimi i Zotit kaloi dhe tha, merr të gjithë luftëtarët e tu dhe nisu dhe sulmo Ain. Mos ki frikë, sepse unë po të jap në dorë qytetin e Ait, do të jetë i yti. Kështu që Izraeli i u bind Zotit dhe ishte në gjendje me fitu ndaj Ait. Fotografia numër 7. Dielli dhe hëna u ndalën. Njerëzit e lig të Kananit filluan të friksohen prej Izraelit. 5 fiset të tyre së bashku erdhën të luftojnë kundër Izraelit. Por Zoti i tha Jozeut, mos ki frikë nga ata. Kështu që Jozeu dhe ushtria e tij shkuan të luftonin kundër këtyre fiseve dhe fiset filluan të ikin të tmerruar. Zoti holli kundër tyre nga qielli gur të mlejnë, shumë armiq vdiqën prej tyre. Betejë vazhdoi gjatë tërë ditës, pastaj Jozeu tha, o diell, ndalu. Kështu që Zoti bëri që dielli dhe hëna të ndalen derisa Izraeli të përfundon fitoren ndaj armiqve të tyre. Kur mos ka patur ndonjë ditë si kjo, Zoti i ndihmoi Izraelit të fiton të gjithë fiset e lig të Kananit. Fotografia numër 8. Jozeu këshillon popullin. Kanani u bë vendi i Izraelit pikërisht ashtu siç kishte premtuar Zoti. Kur Jozeu ishte plakur,
ai i thiri të gjithë popullin. Ai i tha atyre: jeni të fortë, jeni të kujdesshëm që të përmbaheni dhe të bindeni të gjithave çka është e shkruar te libri i ligjit të Zotit. Në qoftë se i shërbeni zotrave tjera, ju do të zhdukjeni prej vendit të mirë që Zoti ju dha juve. Zgjidhni sot kujt do t'i shërbeni. I tërë populli i zgjodhi të shërbejë Zotit. Miqt, Zoti i mbajti të gjitha premtimet ndaj Jozeut dhe Izraelit. Ai i dha vendin atyre dhe i fitoi armiqt e tyre. Zoti ka premtuar neve një vend në qiell për jetë. Zoti i mban çdo herë premtimet e tij. Armiku ynë është Satani, mirëpo ne i kemi një udhëheqës të madh i cili ka fituar ndaj Satanit. Ai është Zoti Jezus Krisht. Ne duhet patjetër të shërbejmë dhe të bindemi atij. Kështu që ti sot duhet të zgjedhësh kujt do të shërbesh. Fotografia numër 9. Debora flet për Zotin. Pas vdekjes së Jozeut, populli i Izraelit u largua nga Zoti. Ata adhuronin illujt e Kanaasve. Kështu që Zoti i dha Kanaasve fuqi përmbi Izraelit dhe ata e trajtonin Izraelin keq. Debora ishte grua e mençur, e cila ishte gjyqtare në Izrael. Njerëzit vishin te ajo për me marrë këshilla nga ajo. Ajo përpiqet që ta kthen popullin prapa tek Zoti i Izraelit. Një ditë ajo e thiri Barakun, udhëheqësin e ushtrisë së Izraelit. Ajo i tha atij: merre me vete 10.000 burra dhe shko te mali Tabor. Sisera dhe ushtria e Kananit do të vinë të luftojnë kundër teje, por Zoti do të jep juve fitore mbi ata. Baraku ishte i friksuar. Ai i tha Deboras: në qoftë se ti nuk vjen me mua, nuk kam për të shkuar. Kështu që Debora tha: unë do të vij me ty, mirëpo Zoti do ta dorëzoj Siseran në duart e një gruaje. Lavdia nuk do të takon ty. Fotografia numër 10. Zoti ndihmon për me fitu Siseran. Debora dhe Baraku dhe Izraelitët shkuan te mali Tabor. Sisera dhe gjithë ushtria e Kananit shkuan për ta luftuar ata. Sisera kishte 900 qere. Izraelitët kishin vetëm shpata në duart e tyre. Kananët erdhën sëri te lugina e lumit afër malit Tabor, por qeret e tyre nuk mujtën me kalu brigjet e ashpra. Pastaj ata u zhytën te lumi i rrymbueshëm. Kështu që ushtria e Izraelit ishte në gjendje të fiton ndaj ushtrisë së Kananit. Krejt ushtria u shkatru, vetëm Sisera hiku dhe vrapoi larg në këmbë. Fotografia numër 11. Jaela e mbyt Siseran. Sisera iku te çadra e gruas së quajtur Jaela. Ajo i tha atij: hyr tek unë, mos ki frikë. Jaela nuk ishte një izraelite, kështu që Sisera hyri për të u fshehur në çadrën e saj. Ajo dha qumsht për të pi dhe i mbuloi me një batanie, dhe Sisera shkoi me flejt. Pastaj Jaela mori një kunj të çadrës dhe një çekiç. Ajo ju afrua qetësisht atij derisa flejke dhe i nguli në tëmbth kunjin që u fut në tokë. Së shpejti Baraku erdhi duke kërkuar Siseran. Jaeli e thiri atë brenda çadrës së saj dhe i tha atij: eja me mua dhe do të tregoj njeriun që kërkon. Aty Sisera dergjej i vdekur me kunj në tëmbth.
Fotografia numër 12. Izraeli feston. Ishte Zoti që dha fuqi Izraelit që ta fiton mbi Kanajet. Debora dhe Baraku kënduan një këngë për me dhënë Zotit falënderim. Populli po ashtu u gëzua shumë. Ata ishin të kënaqur që të kenë udhëheqës siç ishte Debora. Ajo ishte sikur nëna e tyre. Ata po ashtu lavdruan Jaelën sepse ajo nuk u friksua nga Sisera. Zoti i përdori këto dy gra për me shpëtu Izraelin. Miqt, Zoti i përdor ata që duken të dopt për me fitu ndaj atyre që duken të fort. Ne gjithashtu kemi një armik të fort, mirë po, Perëndia e dërgoi Zotin Jezus që të na shpëton nga Satana dreqi. Njerëzit e lik e mbytën Jezusin. Ata menduan se ai nuk ka fuqi. Mirë po, Perëndia e ringjalli Jezusin nga të vdekurit. Ai i mundi dhe shkatroi Satanan dreqin. Dhe të gjithë njerëzit e lik, Jezusi do të jep fuqi dhe jetë të përjetshëm të gjithëve që do të besojnë dhe të binden Zotit. Kështu që le të këndojmë dhe të jemi të kënaqur po ashtu dhe të adhurojmë të vetmin Zot të vërtet. Fotografia numër 13. Gedeoni dhe engjulli i Zotit. Populli i Izraelit nuk i u bind Zotit dhe bëri gjëra të këqija. Kështu që Zoti e lejoi që Madianët të qeverisin mbi ta për 7 vite. Madianët e shkatruan të korat grurin e Izraelitëve. Pastaj Izraeli i klithi Zotit për shpëtimin e tyre. Një ditë njeriu i quajtur Gedeon ishte duke shti grurin në një vend të ngushtë. Ai ishte duke u përpjekur ta fshehte nga Madianët. Pa pritmas, engjulli i Zotit u paraqit para Gedeonit dhe i tha: "Shko me këtë fuqi që ke dhe shpëtoje Izraelin nga dora e Madianit." Mirë po, Gedeoni u përgjigj: "Si mundem unë ta shpëtoj Izraelin? Unë jam askushi." Pastaj Zoti tha: "Unë do të jem me ty." Gedeoni ofroi ca ushqim engjullit. Ai e preku me bastunin e tij. Menjëherë u paraqit flaka nga guri dhe engjulli u zhduk. Kështu që Gedeoni kuptoi se porosia ishte nga Zoti. Fotografia numër 14. Gedeoni shkatron illujt. Familja e Gedeonit adhuronte Balin dhe Asherahun, illujt të Kananit. Zoti i tha Gedeonit: "Shemb altarin e Balit që përket atit tënd dhe rrëzo Asherahun që i qëndron afër. Pastaj ndërto një altar për Zotin Perëndin tënd, sipas rregullit të caktuar." Gedeoni ishte i friksuar nga njerëzit, mirë po ai donte që të bindet Zotit. Kështu që ai në atë natë mori 10 burra dhe i shkatroi illujt. Njerëzit u hidhruan dhe doshin ta vrasin Gedeonin. Mirë po ati i tij toksor i mbrojti atë. Miqt, Zoti është më i madh se sa ndonjë illuj nga druri ose guri. Ne duhet çdo herë të bindemi atij. Fotografia numër 15. Ushtria e Gedeonit pin ujë. Gedeoni i mblodhi një ushtri nga burrat e Izraelit. Madianët u mblodhën së bashku për të luftuar kundër Izraelit. Mirë po Zoti i tha Gedeonit: "Ti ke shumë burra me veti. Ai që ka frikë dhe dridhet, le të kthehet prapa të shkon në shtëpi." Shumica e burrave të Gedeonit shkuan në shtëpi.
Zoti i tha Gedeonit përsëri: njerëzit janë përsëri shumë. Bëj të zbresin në ujë dhe atje do t'i vë në provë për ty. Kështu që Gedeoni mori burrat te uji për të pi ujë. Shumica e njerëzve u gjunjëzuan për të pi ujë siç pin qeni. Vetëm 300 burra pivi ujë me dorën e tyre. Atëherë Zoti tha: me anë të 300 burrave që pin ujë prej duarve të tyre, unë do t'ju shpëtoj dhe do t'i jap Madianët në duart e tua. Fotografia numër 16. Burrat e Gedeonit rrethojnë kampin e Madianëve. Ushtria e madhe e Madianëve ishte kampuar në lugin. Ata kishin burra dhe deve aq shumë që asnjë nuk mund të numëronte. Gedeoni kishte vetëm 300 burra. Mirpo, Zoti i tregoi atij çka të bën. Gedeoni i dorëzoi secilit prej tyre bori dhe en boshe me nga një pishtar brenda. Ata i rrethuan kampin e Medianitëve në mesnat. Pastaj të gjithë ne të netin kohë e bërën zhurmë të madhe. Ata uran borive dhe thyen enët që mbanin në dorë dhe bërtitën. Shpata e Zotit dhe e Gedeonit. Midianët u befasuan dhe ishin konfuz. Ata filluan ta vrasin njeri tjetrin. Pastaj ata hikën nga kampi i tyre dhe izraelitët fituan ndaj gjithëve. Miqt, edhe pse ne jemi të dobët dhe në numër të vogël, ashtu qysh ishte ushtria e Gedeonit, me ndihmën e Zotit ne mundemi të fitojmë armikun ton të madhe, Satanan. Fotografia numër 17. Sansoni e mbyt luanin. Pas vdekjes së Gedeonit, izraelitët u larguan nga Perëndia përsëri. Kështu që Perëndia e lejoi që filistejnë të vrasë të dënojnë ata. Pastaj Perëndia e dërgoi një udhëheqës që kishte fuqi për ta çliruar Izraelin. Emri i tij ishte Sanson. Shpirti i Perëndis e bëri atë shumë të fortë, mirëpo Sansoni nuk e përdori fuqinë e tij për ta shpëtuar Izraelin nga filistejnë. Ai e përdori atë për qëllimin e vetjak. Ai nuk u bind Perëndis. Sansoni e dashuroi një femër filistenie. Kështu që ai i tha babait të tij: "Merr ma atë sepse më pëlqen." Derisa Sansoni shkojke te shtëpia e femrës, një luan e sulmoi atë. Sansoni ishte aq i fuqishëm sa që e mbyti luanin me duar të thata. Ai u martua me femrën filistejse, mirëpo ajo nuk ishte besnike ndaj tij. Kështu që Sansoni e mbyti 30 filistejnë gjatë zemrimit të tij. Fotografia numër 18. Sansoni dhe dheprat me flak. Sansoni shkoi te filistejnë përsëri me marr bashkëshortën e tij. Mirëpo, babai i saj kishte dhënë atë burrit tjetër si gruan e tij. Sansoni tha: "Këtëherë nuk do të kem asnjë faj ndaj filistejnëve në rast se do të bëjnë ndonjë të keqe." Ai shkoi dhe i kapi 300 dherpra. Ai ktheu dherprat bisht më bisht dhe i vuri nga një pishtar midis dy bishtave. Pastaj ai ndezi pishtarët dhe i la dherprat të ikin nëpër fushat e grurit të filistejnëve. Gjithë gruri i tyre u doq. Filistejnët e urenin Sansonin. Ata u përpoqën me mbyt atë, mirëpo Sansoni e gjeti një nofull gomari akoma të freskët, shtriu dorën dhe e kapi. Me të vrau 1000 njerëz. Fotografia numër 19. Filistejnë e prejnë flokët e Sansonit.
Sansoni kur nuk ishte prer flokët e tij. Flokët e tij të gjata ishin shenjë se ai i përkiste Perëndis, i cili e bër atë shumë të fuqishëm. Sansoni vazhdoi që të mos bindet Perëndis. Ai shkoi me një grua tjetër filistenje. Emri i saj ishte Delilah. Ajo u përpoq që ta zbulonte sekretin e fuqisë së madhe të Sansonit, dhe më në fund ai i tregoi asaj: "Unë jam i dhënë Perëndis, jam një nazireu i Perëndis. Në qoftë se flokët e mia prehen, shkurtohen, unë do të humbi fuqin." Një natë, derisa Sansoni flejke, Delilah e thiri filistejnët, ata i apren flokët. Pastaj Perëndia u largua nga Sansoni dhe po ashtu u largua fuqia e tij. Filistejnët e zun e lidhen Sansonin dhe i nxorën syt. Ata i mbajtën në burg, mirëpo flokët e tij filluan të rriten përsëri. Fotografia numër 20. Sansoni e shkatron filistejnët. Udhëheqësit e filistejnëve e bën një flijim illujt të tyre. Ata i prunën Sansonin të verbër jashtë burgut dhe i vendosën midis të shtëpisë së tyre për të argëtuar ata. Sansoni u lut Perëndis duke i thënë: "O Zot, të lutem, mos më haro, më jep forcën e nevojshme për këtë herë vetëm, o Perëndi." Pastaj Sansoni kapi 2 shtullat qendrore që mbanin tempullin dhe u mbështet tek ato. U përkul pastaj me gjithë forcën e tij, dhe shtëpia u shemb mbi princat dhe mbi gjithë popullin që ndodhej brenda. Sansoni dhe të gjithë udhëheqësit e filistejnëve vdiqën së bashku. Perëndia dha fitore Sansonit ndaj filistejnëve. Mirëpo, për shkak të mosbindjes së tij, ai nuk jetoi që ta shoh këtë fitore. Miq, nëse ne i japim vetveten tonë Perëndis, ai do të na jep neve fuqi që të fitojmë ndaj Satanit dhe ndaj të gjithë shpirtrave të këqij të tij. Mirëpo, ne këtë fuqi duhet ta shfrytëzojmë për të shërbyer Perëndis, jo vetvetes. Fotografia numër 21. Jezusi dëbon jashtë frymërat e këqij. Jezusi jetoi në Izrael shumë vite pas Gedeonit dhe Sansonit. Një ditë ai takoi një njeri i cili ishte i pushtuar nga shumë frymëra të këqij. Kur e pa Jezusin, lëshoi një brit, i u holl ndër këmbë dhe tha me zë të lartë: "Çka mes meje dhe ty, Jezus, biri i Perëndis shumë të lartë?" Këto frymëra dinin se Jezusi ishte biri i Perëndis. Jezusi udhëroi këto frymëra të dinin nga ky njeri. Atëherë frymërat e këqij, demonët, si dolën nga ai njeri, hynte derat. Ajo tuf derash u tur nga gremina në liçen dhe u mbyt. Njerëzit filluan të shohin se Jezusi kishte fuqi mbi Satanin dhe mbi të gjitha shpirtrat të këqij. Bile edhe shpirtrat ishin të detyruar të dëgjonin dhe të bindeshin atij. Fotografia numër 22. Jezusi dëbon njerëzit e këqij. Një ditë Jezusi shkoi te shtëpia e Perëndis në Jerusalem. Tregtarët ishin në shtëpinë e Perëndis. Ata shitshin kafsh për flijime. Mirëpo ata fitonin para për vetveten duke mashtruar të tjerët. Jezusi ishte i zemruar. Ai tha atyre: "Është shkruar: Shtëpia ime është shtëpi e lutjes, për ju e bët shpedh kusarësh." Ai i dëboi jashtë të gjithë tregtarët të ligj dhe kafshët. Jezusi është biri i Perëndis. Ai kishte të drejtë, autoritet, fuqi për ta dëbuar jashtë njerëzit e këqij nga shtëpia e atit të tij. Por disa hebrej ishin të hidhur dhe thanë:
Që shenjë na tregon se i bën këto gjëra? Jezusi ju përgjigj: shkatroni trupin tim dhe pas 3 ditësh unë do të ringjallem përsëri. Fotografia numër 23. Jezusi është i gjallë pasi që vdiq. Këta hebrejnë e mbytën Jezusin. Ai ishte i kryqëzuar te kryqi i drurit dhe vdiq. Mirë po, në ditën e tretë ai u ringjall. Perëndia i dha Jezusit fuqi mbi vdekjen. Ai nuk mundet të vdes kur më prap. Pastaj njerëzit i panë se Jezusi me të vërtet ishte biri i Perëndis. Jezusi i tha ndjekësve të tij: mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen. Jezusi ka autoritet mbi Satanin, mëkatin dhe vdekjen. Ai i jep jetë shpirtërore të gjithë atyre që e ndjekin atë. Ai dëshiron të ndajmë këtë porosi me të gjithë njerëzit. Fotografia numër 24. Ushtarët e Perëndis. Jezusi imposhti shkatroi Satanin, djallin. Jezusi na jep neve fuqi që të qëndrojmë kundër Satanit, djallit. Ne duhet të jemi të përgatitur sikur ushtari që është gati për të shkuar në luftë. Më së pari, ne duhet gjithmonë të flasim të vërtetën. Neve na nevojitet e vërteta e mbështjellur rreth e përçak neve si një ryp. Ne duhet patjetër të duam të tjerët dhe të bëjmë atë që është e drejtë. Kjo është si parzmore që e ndalon që Satana të vendos dëshira të këqija te ne. Ne duhet patjetër t'i tregojmë të tjerëve për rrugën e paqes të Jezusit. Kjo është si sandalet që nuk lejojnë që të gjithë të rrëshqasin në rrugë të Satanit. Ne duhet patjetër të besojmë Perëndis që të na mbajë të sigurt. Kjo është si mburoj për të na mbrojtur nga sulmet e Satanit. Jezusi na ka shpëtuar neve nga dënimi për shkak të mëkateve tona. Kjo është sikur për krenarja, helmeti për të na shpëtuar shpirtrat tona prej vdekjes së përjetshme. Fjala e Perëndis, Bibla, është sikur shpata jon. Ne duhet ta përdorim për ta shkatruar gënjeshtrat e Satanit. Ne duhet me bisedu me Perëndin nëpërmjet lutjes dhe me u bind udhërimeve të tija. Pastaj edhe ne do të njohim fitoren mbi Satanin, mëkatin dhe vdekjen përgjithmonë.